Profecitë e frikshme të Nostradamus dhe Baba Vanga për 2025-ën, çfarë doli e vërtet deri tani? Në shkrimet e tij të famshme, Les Propriétés, Nostradamus përmendi një vit të trazuar për Europën ku fuqitë e mëdha do të përplasen dhe ku një murtaj e madhe nga e kaluara do të rikthehet. Edhe pse Britania nuk është përfshirë drejt për drejt në ndonjë luftë të vit, vendi është tronditur nga sulme të izoluara me thikë dhe sulme kibernetike ndaj rrjeteve të mëdha tregtare, ngjarje që shumë e lidhin me frazën armiq nga brenda dhe jashtë. Në një tjetër 4 vargësh, Nostradamus i shkruan për fuqitë që mbasi ndikime dhe të reja që ngrihen. Çka disa e kam parë si referencë ndaj përplasjes mes Rusisë dhe Perëndimit, rritjes së ndikimit të Kinës dhe dobësimit Bashkimit Evropian në arenën ndërkombëtare. Një tjetër profeci që po përflitet është ajo për zhvillime të mëdha mjekësore që shumë i lidhin me përparimin e vaksinës kundër tuberkulozit dhe përdorimin e inteligjencës artificiale për diagnostikim të hershëm të sëmundjeve. Sipas disa interpretuesve, përmendja e hënës dhe bronzit francez mund të lidhet me rolin e Francës dhe Turqisë në përpjekje diplomatike për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë. Një tjetër parashikim që Nostradamus e kishte lidhur me një konflikt të gjatë që shteron ushtritë. Nga ana tjetër, fallxhoria bullgare Baba Vanga, e quajtur profetesha e Ballkanit, thuhet se kishte parashikuar për vitin 2025 një luftë shkatruese në Europë dhe tërmete të fuqishme që do të ndryshojnë faqen e tokës. Gjatë këtij viti, tërmetet dekjeprurse në Filipina, Afganistan dhe Nepal kanë shkaktuar qindra viktima, ndërsa tensionet mes Rusisë, NATO-s dhe lindjes së mesme kanë bërë që shumë ta shohin këtë si parashikim të mbushur pjesërisht.